بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jall e lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona. Ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjë në lidhje me dispozitat rreth martesës dhe kemi filluar me i shpjeguar rregullat e një bashkëshortësie të mirë pas martesës dhe kemi marrë pa ja gjeni numër të madh të në rregulla. Sot do të vazhdojmë më konkretisht disa rregulla bashkëshortisë që kanë bëjnë direkt me shtëpitë e bashkëshortëve, çfarë atmosfere duhet me mbizotru aty, si mu të i kalu situatat e kështu me radhë. Ndoshta nuk do të mundem gjitha me kry sot, do të vazhdojmë ndoshta ligjëratën e radhës edhe në pasaj, mirë po do t'i marrim një numër të tyre. Rregulla e parë që kisha nda me juve sot, edhe që kemi filluar ndoshta edhe fillim me treguar se shtëpitë janë të ndërtuara mbi dashuri, mbi mëshirë, mbi respekt dhe mirëkuptim, pra që njeriu në këtë jetë bashkëshortore, çifti, nuk ka mundësi me e qu jetën e tyre bashkëshortore vetëm bazë të një shtylle, ajo dashuria, ajo është baza. Mirë po ka edhe çështje tjera përcjellëse dhe plotësuese të kësaj, nga se aty janë dy mendje, janë dy koka, edhe jo çdo herë, domethënë ndohen mendimet e njëjta. Kjo e para. E dyta, çështja është se nuk është çdo herë niveli i çiftit njësoj. Njëri ka mundësi me qenë më i bukur se tjetri, njëri ka mundësi me qenë më i mençur se tjetri, njëri ka mundësi me qenë më largpamës se tjetri, e kështu me radhë. E duke ashtuar edhe tretën se çështja e gruas për natyrës së saj, ndonjëherë ka mundësi që ona emocionale mja të i kalu anës perceptimit gjërave, domethënë në formë të duhur dhe të caktuar, edhe pse kjo është në bazë të gratë, mirë po domethënë që edhe burri s'ka gabime, mirë po që po domethënë faktikisht që duhet jetën bashkëshortore me të i kalu mirëkuptim, me të i kalu situatat duke arsyetuar njëri tjetrin, duke mos mu bë si me kon aty prokuror dhe viktim, edhe thjesht secili më mundue me lup mja gjetë gabimet njëri tjetrit. Mirë po duhet me i të i kalu situatat, dhe kam cekur hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk bën me urrejt një besimtar, një besimtare, një bashkëshortën e tij plotësisht se nëse i pëlqen diçka prej sajna, nëse e urren diçka prej saj dhe prej adeteve, sifateve, vesave të sajna, ka plotësia në tjera që mund që i pëlqen. Mirë po kisha dashur mi ndo vetëm disa raste me kuptu se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka trajtuar domethënë këtë çështjen e fërkimit që ka mundësi me ndodh, këtë kuptimeve që ka mundë ndodh mes bashkëshortëve, që me kuptu se si duhet me dalë për këtyne situatave.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në një shtëpi për shtëpive të gravet e tij. Edhe aty ka pas musafir. Ka në transmetim se ka qenë në shtëpinë e Aishës. Edhe me atë musafir, njëra për grave tjera që nuk e kishte rënë, domethënë me qenë atë ditë pejgamberi sa të ajo. Pasi që e dinte që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka musafir. Edhe ajo ushquante se gatuante ushqimet të shishme. Ja ka qu një enë me ushqim për shkak të musafirëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kur e ka pa Aisha, ajo që ka dërguar thonë ka qenë Zejnebi ose ka qenë domethënë Ummu Seleme, më saktë është se ka qenë Ummu Seleme, kur e ka pa, e ka goditur atë shërtorin që e ka puru në dorë edhe ja ka thy enën me gjithë ushqim tokë. Edhe ka një transmetim se ka thonë kur e kom pa, prej xhelozis më ka plu një dridhne, që faktikisht një farforme s'kam qenë bashkë edhe se kam pas vetën kontrol, kom më reagu prej xhelozis në afekt. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para musafirëve, s'po them domethënë kanë qenë vetëm ata dy bashkë, edhe e thej enën domethënë ato me qëllim. Po para musafirëve, po ta thënë enën pse e ka pru gruaja tjetër, për shkak xhelozis, faktikisht se që të neve më në këndodh, kish me qenë në ronë, edhe pak në shtapë neve ishin kondat atë të këshin të i kalu situatën me mirësjellje, ashtu si që ka tërgëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe vetëm me në fjallë që e ka thonë, e kam mjetë sopot asoj ene, kam mjetë ata ushqim, ka thonë musafirve hani, se kjo nona juve gjelezaj. Me ka që ka përfundu. E kapi gjelezia, insan halli, edhe kjo dhe më thonë është njerije, s'tha se qysh ma bone këta para musafirëve, hajtë se kene më dhe më thonë shkojnë musafirët, na takohen prapë kështu me radhë, qysh ka mundësi njeriu me reague zakonisht, mirë po, e kam bjedhë që ato copa të se janë, që ta ushqim ka thonë musafirë, byrëm hani ushqim se kja nona juve pak e roku gjelozia. Edhe i thotë, dhe më thonë që të enën që e theve, dhe më thonë tash e kompenzën një e, pasojna e enën në re, edhe nuk i hinë haka sojna, e këtë enën që e coptove tjetë, dhe më thonë të ti. Kështu e ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo dhe rast tjetër, tregohet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më konë të shku rrugës në haxh me Aishën radhiyallahu ta'ala anha, dhe kanë ardhur cikli menstrual. E që realisht kur është në çasti gjendje domon ciklit menstrual, faktikisht përveç natyrës që i ndryshon gruas, e ka mundësi me kon sipas dhimbte, ka mundësi faktikisht ka pak më komplikuar çështën e udhimit apo në sene, se do të thonë munal për shkak nevojave të saj e kështu me radhë. Mirë, po edhe gjatë haxhit ose umrës ose tavafit, ka thonë pejgamberi sa kur është në gjendje gruaja që shtot le të bën çka të bën, këtë punë të haxhit, veç tavaf mos bën. Ama si ka thonë pejgamberi sa e çka ndodhi, e tash kemi na dhe më thonë këtë pështjel punën në udhimit, as dhe më thonë tash me nisë me qërtua për në sene, veç ka thonë, kjo është që është e natyrshme që Zoti e ka caktu grave, bia e të haves, kaq, s'ka ma tepër. Edhe masandej, masi që ka kry haxhin, e ka kry haxhin, po pejgamberi sa më ka kry haxh edhe umre. Aisha si ka met zhig, i ka met merak, sepse s'ka mujt me kry edhe kja dhe umrën edhe haxhin, se masandej u pastru, e ka kry dhe më thonë haxhin, po umre e ka met dhe më thonë markë se s'ka mujt me kry. E ka odhëruë dhe më thonë edhe pasë që njësë me dalë prej Mekës, i ka thonë vllaut të saj Abdurrahmanit, mërë në motrën tone, tash aje xhamia të Naim që quhet xhamia e Aishës, ka thonë dhe të bën jetë për që atyjet, edhe dhe të shkon dhe të bën umrën, edhe kam prit disa orë, 5-6 orë, dhere se e ka kry, edhe aj jo me krejt grupin në mëllën që i në konë të u këthyje prej haxhit në Medine, edhe absolutisht kështu dhe ka të kaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam situatët, nga se thash nuk ka mundësi me pas jetë bashkëtorë dhe gabonaj që mendon që nuk ka me pas ndonjëherë keq kuptime apo edhe fërkime, edhe në qoftë se mendon se çdo keq kuptim apo fërkim me kaluar, do të thonë runa Zot me bërtim e me dhunë kështu me radhë, faktikisht aty nuk jetë martesë. Pra atë ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se gruaja është të krijuar prej brinit, qoftë se dën me drejtu, e drejton po e them, e thimi saj në është dhe më thyrja saj në është dhe më thonë me shkryqëzu. Mirë po, mund është qashë që është dhe më thonë faktikisht me
e menaxhu situatën edhe mos me e përketësu, domethënë më tepër. S'po du tash me unal shumë sene se po kam qef me marrë disa plika tjera që me cek që e plotësojmë besoj në tjetrën. E çështja e dytë është se në familje që s'ka dashuri nuk ka bashkëshortësi. Qofse faktikisht rrinë me zër, për shkak një arsye çfarë farë me konë ajo tjetër, e dashuri nuk ka. Apo dashuria faktikisht fshehet edhe i vjen turp njëri pe tjetrit, realisht aty nuk ka bashkëshortësi të mirë. Pra atë njeriu është edhe burri, edhe gruaja, apëtën kur e dëgjon një fjalë të mirë, një fjalë lavdese, një fjalë domethënë që njeriu të respekton, ka qef, njëjtë ka qef edhe gruaja dhe kështu me radhë. Edhe kjo nuk është marrë absolutisht, nga se pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e kanë pyet. Kanë thonë kush është njeriu më i dashur te ti? Ka thonë Aisha. E ka thonë prej burrave, ka thonë baba i saj. Domethënë prap pe lidh me Aishën, Abu Bekri. S'pe i thot Aishës sa sheqare, njerëz pe thirrën, njerëz pe vesin. Neve domon ne dim që domon edhe emrin gruas nuk na vjen marrë me përmend atë sene. Se leo me thonë dikuna që unë e du gruan tem, ose gruaja është domethënë personi më i dashur tonë. E kanë pyet njerëz e huaj, s'pia thot Aishës këtë fjalë direkt. Njerëz pe pyesin, thot kush njeriu më i dashur te ti? Thot Aisha. E këpej burrë, thot domethënë baba e saj. Edhe pse domethënë ka edhe raste domethënë praktike që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shprehë këtë dashuri jo vetëm me fjalë, po edhe me vepra, se tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha, domethënë çështën thotë se kam qenë me menstruacione, edhe kam pi prej një gote, edhe të njëjtën ja kam dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E si ka ardhur kur far gërdije, e ka marrë ka pi pejt njëjtës gotë që kum pijon me ta. Bile thot pini pejt njëjtit vend ku kum pijon. Ka ardhur në vazhdim të hadithit. Thot kom marrë një copë, një ash që ka mish. E kom kafshu me hangar që ta mish. Edhe kam qenë prap domethënë me menstruacione. Ja kam ofruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot e murr dhe sjell kur far gërdije, edhe hëngër bashkë çet njëjtin vend ku kum hëngur unë. Që kjo ka qenë domethënë dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo dashuria thot, jo që me thonë vëlla, nëse të vesin hallku se kush është më e dashur, me thonë po Aisha, e më realisht praktikisht me kanë runa zot xhenem kush në shtëpi, por realisht këtë që e ka thonë publikisht, atë e ka jetësuar dhe ka praktikuar domethënë në jetën e tina sallallahu alaihi wasallam, edhe pse të çështja e dashurisë dorën zemër, kam dëgjuar një fjalë një dietarit, më ka pëlqyer dhe më ka thonë se thot gruas dashnin do të m'ia dhon me këste. Thjesht po e dëm njëri gruan, e shfaq njeriu dashurinë ndaj gruas, mirë po gjithmonë në një farë forme e jap me një mas që mos më e kuptua se ti je çaq i dashuruar pas saj marrëzisht, e që ka mundësi me të keq përdor dashuria, se zakonisht njerëz të keq përdoren edhe dashurinë edhe mirësinë kështu me radhë. Se një njeriu ta ke pa që do më ndihmu, po do më ndihmu për një vit ka 200-300 euro në muj. Ti mundesh më ia dhon për herë 2-3.000 euro, mundesh më ia dhon muj për muj ka 200-300 euro. Ki mundësi më ia dhon për herë 2-3.000 euro, po faktikisht mas një muaj 2 domosdoshmë po të vjen edhe të lyp parë, se i ka harxhu krejt. Mirë, po ka mundësi më ia dhon muj për muj ka 2-300 euro, edhe faktikisht edhe ai përfiton, edhe domethënë ti e menaxhon situatën, e mendoj aleikum selam, e mendoj të njëjtën domethënë edhe te çështja e dashurisë, domethënë tek gratë, burri me pas kujdes që thjesht nëse shpreh dashuri e që kërkohet me pas dashuri, edhe me shpreh dashuri, edhe thash pejgamberi sa se me ka shpreh këtë dashuri dhe si ka marrë, mirë po është mirë edhe ka dashuri me e shpreh domethënë me rezervë. Çështja e tretë që kanë cekur dietarët në raport bashkëshortësisë në jetën familjare, e kanë cekur të çështja e shpenzimeve, edhe kanë thonë se realisht obligimet materiale, shpenzimet për ushqim, veshmbathje, domethënë strehim, i takojnë burrit, pavarësisht statusit të gruas. Ka mundësi me qenë e pasër, ka mundësi me qenë domon që ka rrogët vetë se punon,
ama obligimet e shtëpisë i ki ti. Nga se kështu në ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se ka në hadith vërtet, dhe më thonë Hindi, gruaja e Abu Sufjanit, nonë e Muavis, e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Abu Sufjani ka qenë koka e të pasurit me Mekës. Mund ka qenë njëri shumë i pasur. Mirë po ka qenë koprac. Edhe ari ka thonë, kjo Hindi ja Rasulullah, Abu Sufjani është koprac, nuk po mjep sa mjafton mu edhe fëmijëve të mi. A kom gjënan qovë se i marrë dhe qka pa dijet të tina? E i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merr prej pasurisë ti. Ajo sa të mjafton ty dhe fëmijëve tu, mirë po me mirësjellje. Jo tash domethënë me marrë çështje pa dijet tina luks e teprimës, po ato që të mjaftojnë ty, atëherë domethënë merri edhe mos e ki dert. Kur po them me mirësi, e kam fjalën e kanë cekur dietarët në rregull, kanë thonë është me mirësi është me marr gruaja ose me dhon gruas ashtu siç e kije ti gjendjen financiare, edhe ashtu siç i takon domethënë autoritetit apo çasaj çike ose çaj gruaje që ke parë ti. Nëse ti ki punë të mirë materialisht, mos thuj dëmo me baksane pe kryse, realisht nuk është kjo mirësi pe jonë stejet tone, se për të varfën që ja është okej, në rregull është, ama për të pasurin nuk është kjo në rregull. Ose në qofë se e kini, do më thonë një nuse, se ne ke marrë për një shtresë, për një familje shumë të pasur. Nuk më është me thonë valla pja blej, do më thonë një robë thjesht, edhe për të ataman, ajo nështë edhe të bënë sabër, por realisht mirësia është që ti si pas takatit saj, edhe si pas, do më thonë, autoritetet edhe të kushtet që i ka pasë, që shumë suhe, që e gru, duke mëse të pruar, as duke mos qenë koprac, po gjithmonë duke gjetë një mesatare, edhe pse thash ka në hadithet vërtetat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përveç kësaj që e ceka, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka, domethënë, nxit me dhonë edhe me pas konsiderat familjen, nga se ka treguar se prej obligimeve që i ka burri ndaj gruas është rreziku furnizimi sojna, veshmbathja sojna me të mirë. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka thonë 1 dinar që jep në rrugë Zotit, edhe 1 dinar që jep me liru një rob, edhe 1 dinar që jep për fukarat, edhe 1 dinar që jep për familjen tënde, me e mira, me shpërimin më të madh është ajo që jep për familjen tënde. Pra thjesht kjo është hadith që nxit që njeriu jo vetëm i krij obligimet që i ka materiale ndaj bashkëshortes së familjes dhe fëmijëve, po realisht dhe më thonë që edhe me dhonë edhe ma tepër, dhe më thonë edhe me dhonë edhe atë që nuk është obligim, që thjesht me afru dashuri, edhe thjesht me kuptu se kjo është sadaka, edhe kjo sadakoja me mirë po gjithmonë me pas konsiderat që realisht kur të jepsh, jepe me një të mirë, jepe për Zotin, që më të llogarit sadaka e plot, që jepe dhe më thonë që më shtru dashuria në familje, që thjesht me dëgju fjalën tone, kur të urdhërosh të mirë, të ndalosh nga keqja, kështu me radhë, thjesht përkujtoj disa njete të mira që me to shpresoj mu afru te Allahu Azza wa Jall, edhe kur të jap thjesht me dhon me këto njete që me pas problemin edhe më të madh, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk e jap një sen e me të kërkon edhe synon, domethënë fytyrën e Allahut Azza wa Jall, vetëm se ki mu shpërbly, edhe në qoftë se ki me dhon një kafshat gruas tonë atë. Këtu edhe këtë çështje është se kanë cekur dietarët, duhet me pas kujdes njeriu te ky obligim material që e ka, domethënë, ndaj gruas, nga se ka hadithe shumë kërcënuese, ata të cilët faktikisht nuk e kryjnë këtë obligim e kanë mundësi. Nga se ka një hadith vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ai i cili e marton një gru me atë mehrin, atë dhuratën që e kem cekur, domethënë me kisë shpjeguar më herët, qoftë e madhe apo e vogël, e ka ndërmend veç me kry martesën e me mashtru mos m'ia dhon, e des, e s'ja ka dhon, thot ku morin gjallë nesër si zinaçar, se njëri pa moral shumë është si gjendje të mjerueshme që ka në hadithet vërteta të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ashtu të ky morin gjallë. A ke pa kemi cekur se që ky mehri ka mundësie mund do 2 pjesë. Mund është me ndonë një pjesë me dhon aty për aty, mund është një pjesë me dhon më vonë, ose mund është ketë me shty më vonë.
Ama në qovë se e shtin më vonë, thu valla kom ja dhonë një dhurat grusem 10.000 euro, ose kom ja blen një vetur kaq në kësi modeli. Njëtin në zemrën tonë, shpinën tonë, shpirtin tonë e kiqe, vetë sa të me martoj jetë e binë shpi, se kur se kom jetë më ja dhonë atë asat para, asat dhurat. Unë në zën deka, me këtë njetë, e se ke kry këtë obligim, nese ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ki morin gjallë, dhe më thonë me ata njerëz që janë zinaçarë dhe të pamoral e çfarë gjendje e të mërushme, dhe të më thonë dhe të rinjallën, apo edhe ju vetëm të çështja e mehrit, po edhe të çështja e ushqimit dhe furnizimit, nga se ka ardhur hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se i mjafton njeriu gjënah që me humb familjen e tij në furnizim, që thjesht kjo e përfshin çdo sen, i mjafton njeriu gjënah që humb familjen, qofse i furnizon, qofse vesh ç'është duhet, qofse kujdeset për shëndetin e tyre, qofse kujdeset për fen e tyre, qofse kujdeset domethënë për edukimin e tyre kështu me radhë. Për këto krejt çka ndodh, ki më dhon llogaria të mjafton nga domon me xhenat çka ke bë. Ama e ka nis fillimisht me furnizimin, me të kallëzuar që mjafton si mëkat, qofse faktikisht i lën ti familjen tonë me je keq, qoftë ndoshçim, qoftë veshbathje, qoftë senestrehim, etikim mundësie, domethënë mja realizue domethënë ato nevoja atyre. Po them po mjaftohem se mos më vazhdojmë më tepër se tash ka dhe mesele tjera, mirë po do të vazhdojmë pikë tjetër. Ajo është se njeriu thash ajo pika e parë që ceka duhet me u mundu që gjithmonë me qenë i mirë, me qenë i butë, me qenë i sjellshëm, mos me tregu arrogancë, mos me thonë unë jam burr, jam shpirtem, bëj çka du, e që realisht këtu e në vërteta se ti je zot i shtëpisë, mirë po të njëjtën punë ke mundësi me shfallç, me butësi dhe me urtësi, pa i të i kalu kufit, po me edukat dhe mirësjellje. Nga se kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë njerëz me imanin më të plot, janë ata që të kanë edukatet më të mirë, dhe më i zgjedhuri për juve është ai i cili është më i sjellshëm me gruan e tina. Apo ka në hadith tjetër vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se më i miri për jush është ai i cili më i miri për familjen e tina, ndërsa unë jam më i mirë me familjen time. Po këto po du me tregu që diçka që edhe për te asaj që njeriu i ka obligim. Ashtu me pas si model pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atë sa ka mundësi, se natyrat e njerëzve me të vërtetë ndryshojnë. Nështë njeriu ka mundësi me konë shumë i shkatë punën e vetë. Mirë po kur hen shpe gati është si parazit, as një vezin me thy, as një kafezin me qitë, as kur gjë. Ka e që nuk duhet me qenë tilë, se realisht pe fëmi duhet me mësu dhe më thonë prindi edhe nona dhe baba fëmit, qofta e vajs, qofta e djallë, për senët elementarë dhe të higjenës po të bukës e të shbathjes. Që s'është të nëshimarën, qofse ka baba edhe kësa ka qenë nona, s'prish punë dhe më thonë edhe me fshin të një shpinë qofse ka nevoj. Ose qofse ka në më thonë afinitet me bon një ushqim, me përgatit atë ushqim, ose me qitë një kafe i vetit e se grus, gjas është marrë kje punë, ose thjesht, ashtu që shka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do njëherë në allat e veta i ka ndrejq vetë, ka qenë dhe më thonë shobim të familjes vetë, po thjesht nuk e të sungan kje burnin, se nuk është burni dhe më thonë që unë e kur gjë spreko, dhe më thonë shpitem, edhe se të hi dhe më thonë unë edhe miza njët e kështu më ronë, nga se në shtime qujtë burni, dhe më thonë të vendit të ignorancës, mirë po shërjet e kje nuk është burni. Kësë po du me thonë se gruja se ka obligimi i bo hizmet, se kena me marë, dhe më thonë në vazhdim me të regu argumentet, edhe atyre që thujnë që enda është obligim gruja me i bo hizmet, edhe atyre që së është obligim. Edhe keme të regu se është obligimi i bo gruja hizmet burit. Farz e ka me i bo hizmet burit. Mirë po edhe në qofse e ka farz, ti zdo me thonë që me kom parazit edhe se të henshpi mos me prej kur gjë me dorë se nuk është kjo burni. Këtë po du me thonë. Mirë po edhe në qofë se gruja nuk i krynë obligime ndaj burrit, nuk duhet më kapë në burrin për shkak se si krynë diçka që është që janë vullnetare. Qofë se thjesht në shtatë qëto që pejcekum që janë plëtsuse, më ka për burrin se valla thjesht kurse na qet një kafe, kurse frin shtëpinë, kurse jek domethënë që rapat pe shtëpi, kështu më radh, se tim ta është ka herë absurde që mund me thonë e ti më ka prej ty për to, ai na shtaj kryen këto obligime të tjera, edhe ti thash domethënë mos më ndëgju burrin, e më bë kryeneçe se kjo mos më ndëgju burrin është haram, me dëgju burrin në farz, këto që jam të i cek ne jam vullnetare,
por thjesht nuk duhet më janë gatru vendin të gjërave, nga se shpesh kur dëgjojmë pyetje, edhe kur ankohen ndonjë grup për burrin e vet, kur e pyet, angohet disa sene që faktikisht ato janë vullnetare për to. Qofse i kryen është më i mirë, qofse se kryen domon gjëna nuk ka, ama ti çka je të bë, e çu shpja kthem burrit, faktikisht ti je të hi me dy këmbë në haram, edhe domethënë duhet të shkel dispozitat e Kuranit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja tjetër që kanë cekur dietarët është që njeriu nuk duhet me nënçmu, domethënë as bashortën, as bashortja burrin. Nuk ka nevojë burri mi thonë se je keqe, je shëmtuar, je papastërt, ose mja nis, mja qitë përëkolla se domethënë këshër filonja që po bën, ose këtë gratë tjera domethënë më të mira, kështu me radhë, faktikisht që në realisht kuptohet se je të e nënçmue ata. Realisht kjo nuk i takon muslimanët as me njerëz të huj, as me njerëz që si ki kur gjohet në rrugë me i pa, edhe me kanë më i shëmtuarin në botë. Faktikisht ajo krijesa e Allahut azza wa jall, Allahu ka kriju. Ashtu të ka dashur përcin e tina. Edhe nuk takon vetëm mundesh me falendëru Zotin që thjesht për mirësitë që i ki, bukurinë që i ki, mençurinë që i ki, pasurinë që i ki, thjesht çka takon tyje. Ama absolutisht nuk takon ti me nënçmu kërkon me thonë që nga i shkurt, që nga trullan, që nga domon i bukur e kështu me radhë, thash me njerëz të huj e sidomos ma që kije, domethënë e ke do fatën dhe do jetën edhe ki domethënë non, domethënë fëmijëve tua të nësene, këto çështje nuk duhet domethënë me kon ka ardhur domethënë në hadith, ka ardhur një sahabi e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, cili është obligimi që kem ndaj grave tona? Ka thonë të ushqesh, ti kurhan, të veshësh, të e veshësh atë kur ti veshësh. Mos të e goditsh, mos me rre, mos me e nënçmu, edhe mos me e leqit, me qit për i shpije, ose ti me dalë për i shpije. Edhe të ndalim, ka dalim me i folë disa çështje, domethënë këtë çështje, këtë hadith, nga se ka treguar që i cekom domethënë ushqimin dhe veshmbathjen e këto me radha të obligimet materiale që i ka burri, mirë po ka cekur që thash mos me nënçmu, domethënë gruaja e burri gruan, po kjo vlen edhe në sjelltas, domethënë me asnjë fjalë, qoftë në mënyrë direkte apo indirekte, mos me goditur, mos me rre, se domethënë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa njëri i keq është ai person që e rre granë e vet, si me kon shtaz apo si me kon rob, e mbrëmje domethënë tash do me flajt me ta me kry marrëdhënien time. Thjesht pak njeriu do të më pas domethënë edhe fe, edhe ndërgjegje, edhe njerëzillëk, edhe kështu me radhë, se tek e fundit ajo është vajzë dikujna, është motër e dikujna, thjesht me pash parasysh atë që pejgamberi sa na ka thonë la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, nuk e ka plotësuar askush imanin përderisa mos ja dën vllahut vet atë që nuk ja dën vetes ti, domethënë faktikisht atë që s'ki qef me ja bë, me ta bë ty vajzës tonë, motrës tonë, thjesht mos ja bë, domethënë edhe tjetër kujna. Kjo është shumë e rëndësishme me ditë, edhe pse në shariatikisht ndonjëherë kur faktikisht eskalon situata, edhe nuk dën me shkun të ndarja, mirë po dën me menaxhu situatën. Domethënë që mo kry, që e thojmë në dëkullëm, edhe mrena 4 mura e problem, edhe më shpi. Ka anë në jetë kuranor, domethënë që mi marë disa hapa se si zgjedhet problemi. E para ka thonë fe'idhuhunne, me këshillu, që mi e përkujtu Zotin, me tregu se domethënë ki obligim me dëgju burrin, edhe ka obligim me dëgju burrin më tepër se me dëgju babën edhe nonën, se kur shkon gruaja në shtëpi të burrit, edhe baba i thot diçka, burri thot diçka, e ka obligim me dëgju burrin e nonën edhe babën. Mund kjo farz që Allahu zële ka obliguar të nësene. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, burrat janë zotë e shtëpisë, ata që faktikisht marrin vendime, edhe thjesht duhet me udhëhet shtëpinë një burrat jo gratë. Se nuk ka mundësi, dhe kemi cekur në analizat tjetër, nuk ka mundësi jashtë shtëpi, jashtë shoqëri, jashtë shteti, qofse faktikisht vetëm atë tepër se njëri atë vend.
Se atëherë s'ko me pas kur ujdi dhe s'ko me kur njerëz një goj, po ai ko me majt as këtë gjatas edhe deri sa dhe më thonë përfundon aja. Po thjesht çështjen që e para duhet njeriu me këshillue dhe më thonë gruan e vet. S'dëgjon edhe thjesht nuk do me marrë vesh. Është hapi i dytë që ka thonë dhe më thonë në ajet kuranor, fehjuruhunna fil madaji', dhe më thonë largoni ato e mos flani me to. Kur e kanë cekur dietarët kanë thonë mos flani me to, ndoshta flajnë një shtrat me to. Po ktheja shpinën as mos fol as mos flaj me to. Ose thjesht mos flaj njëtën dhomë e del të tërkon. Ose thjesht njëtën dhomë e del mos flaj njëtën krevet. E kështu me radhë që thjesht me e kuptu se nuk është në rregull që ato ndodhë kjo punë. Edhe kur ka cek këtë hadithin që e ceku më herët dhe mos i leqetni jashtë shtëpisë, nuk duhet njeriu nëse dën me e marr këtë hapin e dytë, me leqit gruan, me thonë unë jam më pe gruas, po shkoj te shtëpia e babës, ose po të shkoj te shtëpia e vllavut, ose po shkoj te domethënë te një shok, ndërsa qetësohet puna se që realisht me nxirr problemin prej shtëpisë, se si të nxirret problemi prej shtëpisë, ai më shtirat që komo domethënë më menaxhu, po ai veç ku më rrit. Pra domethënë njeriu nuk është mirë as gruaja me shku mi ka dhu problemet e veta me burrin të nona e baba e vete, të motrë e vetë, po as burrin nëse dën me e marrë këtë hapin e dytë në moment të leqitjes, që faktikisht me dalë dhe me thonë për shtëpisë, unë të leqitje, se kum gjetë në ajet kuranor, edhe po dalë tash për shtëpisë, po shkoj shtëpit babësat, nonsat, një shokë, edhe sene, me kuptu që unë jam idhnuë me grua, jo veç gruaja, për me kuptu edhe këtë halku që ka pas ka ndodhë. E treta ka në hadith dhe mon që, dhe më thonë edhe ndonjë, dhe më thonë dënim të letë, dhe më thonë një rrahje të letë, dhe më thonë me e provu, jo, dhe më thonë nëruna zëtë, që me ba si shej hidhrimi, si shej hakmarje, ose runë në zëtë me dëmtu shëndetin e sajna, mirë po kanë cekur djetarët, kanë thonë si misvakun, e këni patë misvakun atë drunën që e kemë të vogël, mon që është dikun një 10-15 cm që i lojmë dhëmët me ta, i pastrojmë dhëmë, ka qenë për i kohës pejgamberit sa sërëm dhe ka shumë vlerë, pastrimi dhe më thonë një dhëmë me ta, se ka thonë pejgamberi se shma është pastrim për gojën dhe knatësi për Allahun Azza wa Jall. Kërë kanë komentuar këta jetë, djetarët kanë thonë me qëtë misvak, mund 10-15 cm, ose me naj qësh të robes, që i thëmë na me naj mongë t'jaknes apo të gjemperit e kështu më radhë, që faktikisht nuk po dënë runa zëtë me dëmtu kërkan, as mu merë me morë hak, edhe thjesht me shfaq nervoz, vetëm me shfaq pak knatësi, që me ndërgjësu që çështja ka ardhë dhe më thonë në vijat kuqe, që pas saj ka vetëm darje mes meje dhe teje. Runa zotë ju me basi disa që kanë thonë, kër e ka dëgju këtë, edhe e ka rre grunë, edhe gruja e ka qitë në gjykat, edhe ka thonë, ai valla, unë veç me misvak e kom rre. E ka thonë, se kështu di kom dëgju xhallar. E thot, a ka mundësi me apruq atë misvakun? E kish pat marrë një misvak shtag, 1 metër e diçka, e trashe kështu me radhë, dhe mon si me kon hekër, ose si me kon rëb, tha unë qështu dhe kom dëgju. Ja, s'është fjala runa zët, kur e kanë komentuar dietarët këtë jetë, dhe më thonë për asë si misvaku, asë si shkopi, që njeriu dhe më thonë asë kafshë me ta nuk e rre, mirë për fjala thjesht, një qërtim e letë, me kuptu se faktikisht ka hi çështja në zonë të kuqe. Edhe pas saj, ndoshta madhe nuk ka këthim, se realisht pavarësisht edhe fëmiji me e konë, pak me qu dorën edhe heq mos me asene, në qofë se ka pak, që i thëmë na inati, e kuptën se nuk është çështja në rregull, qofë se prindi ka qu dorë dhe më ndaj fëmijës vetë. Edhe ma tepër ndaj një fëmije, një grue, që është e rritur e që është e martume, që faktikisht nuk ka ardhë puna deri te aty, vetëm se ka ndodhur diçka e madhe, po them për njerëzit normal, se ka njerëz domethënë që janë abnormal, që faktikisht për sanin më të lehtë domethënë çojnë dorë e që nuk duhet me bënë gjatë tillë, nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka thonë keni kujdes se ato janë si domethënë arab të jo. I keni marrë me emanet Zotit edhe ju ka leju me flajt me to me emër të Zotit. Por thjesht emanet për Zotit i keni. Para se me pas emanet për babës apo për vllavut apo kujdesarit saj, i keni marrë me emanet të Zotit. I keni marrë me emanet të Zotit edhe kjo ka leju Zotit me flajt me emër të Allahit. Pra keni kujdes
qysh dhe më thonë po silni, e thjesht mos me pas dhe më thonë njeriu asë një sillet keqe për ty, ndaj tyre, për derisa nuk ajo shfaq krenetësi, arrogancë, mosparfile ndaj burrit, atëherë thash me i marë këto 3 hapa që i ka cekur ajeti kuranor, mirë po i ka cekur tash disa obligime, dhe më thonë që i ka burrit ndaj gruas dhe gruaja ndaj burrit, e kur ka folë dhe më thonë cilat obligime i ka gruaja ndaj burrit, mase e jem të e ke cekur këtë hadith, ka thonë se mos me e shtin shpe e me nderu askën që e ka burri mërzi. Më thonë thjesht mos me e afru në shtëpi e me nderu askën që e ka mërzi. Thjesht dikon ka mundësi e shtin shpe e dikon edhe shtin shpe dhe nderan. Ama as ta se ta si ka qef burri. Thjesht ka mundësi edhe me kon familjar të grus. Mi po ka mundësi me kon që ban fjalë. E ka mundësi që faktikisht nuk mlen sen veç se tjerë të merr prej goje, që faktikisht kur gjë nuk përfiton, dhe më thonë gryjat e pesajna vetëm se kur të hen ajo, kur thëjmë na për 24 orë të kthehet shtëpia mbrapa, sene, nashta këtë gru, ose nashta mund me pas motër ajo, nashta mund me pas fëmijë prej burrit tjetër, domthonjë nëse e shoh që burrit i vjen mërzije se po bën, domethënë ka ndikim negativ te gruaja, domethënë mos me lën me hi ose hiç me ndërru se këtë ka obligim, domethënë gruaja, domethënë ndaj burrit, e burrit tash i ka të obligimet që i cekon qoftë ushqimi, qoftë zhbotja e kështu, domethënë me radhë, ndoshta po nalem me këto e po përfundoj me kaq që me vazhduan e gjatë të radhës edhe me pika tjera, duke lutur Allahun azza xal që të na bën shembulltyr me familjet tona, të na bën të urtë edhe të qetë, të na bën të dashur për familjet tona, e sidomos këtë kohën tonë, me të vërtet njeriu ka nevojë për kësi ligjëratash që si me ndërtuar një familje të mirë, të shëndosh, të dashur, që thjesht këto mësime jo vetëm me gruan, mi praktikohet edhe me fëmijët, që thjesht me pa fëmijë të rahmet shpe, me pa mirë kuptim shpe, me pa dashurinë shpe, se për ndryshe çfarë kohë të keqe në ardh, qofse shohin atmosferë tjetër. Shumë lehtë është me i vjedh dikush tjetër, qoftë ajo shoqëni apo runa zëtohet dikush përmes rrjeteve sociale që me fjalë të ëmbla e me helm të gjarpit ka mundësie me shfrytëzue, domethënë atë atmosferën që ke krijuar në shtëpi edhe me të vjedh gjërat para syve, e lutim Allahun azza xal të na ruan neve edhe familjet tona. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.